3 denoncime për të sëmurin mendor që shqetëson lagjen, por asnjë mas derisa vret me thik një të pafajshëm. Nëna e viktimës, Namira Koka, kujton ngjarjen tragjike të vrasjes së djalit të saj, Halil Koka, nga komshiu 100 metra larg shtëpisë. Është sulmuar pabesisht me thik, edhe me njëherë ka gjetë ndroj jetë, ka gjetë vdekje. Por vuajtjet nuk kanë fund. Nëna e moshuar gjendet sot përballë një tjetër padrejtësie. Ajo nuk mund të largohet nga shtëpia ku ju vra djali, sepse përfitues ligjor i banesës është nipi 5 vjeçar. Por të shitur shtëpinë, duhet të hap një proces gjyqësor, por gjyqtarja që shurton çështjen shprehet se nuk është e sigurt nëse kjo është në të mirë të fëmijës. Shi, nipi, djali. Gjithë për këtë bëhet, që t'ja lej pjesën që i takon në rrugë ligjore që djali kur të rritet ta përdor për nevojat e veta. Çështja është apeluar prej muajsh. Dosja flen në gjykatë, edhe pse ekspertët sqarojnë që për të mirën e familjarëve të viktimës duhet që shteti vetë t'i kishte zhvendosur nga ajo zonë. Shteti duhet të mbështesë me një qasje të integruar ku përfshihet institucioni i Ministrisë së Shëndetësisë me trajtim psikiatrik për agresorin dhe ndihmë psikologjike për viktima. Fëmia e mitur ka të drejtën të ketë mbrojtjen e tij, por dhe mos të rritet në një vend që i shkakton trauma psikike, psikologjike, sociale në zhvillimin e tij. Numri i vogël i mjekëve, mungesa e qendrave alternative dhe kapacitetet e pamjaftueshme pengojnë trajtimin e duhur për personat që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor në Shqipëri.